Ola tallet me gjestin dhe I hedh ironi, tension apo lojë mes tyre, në një moment të qetë mes banorëve. Ola dhe gjesti përfshihen në një bisedë që shpejt kthehet në një shkëmbim ironish dhe ngacmimesh. Ola, e njohur për humorin dhe mënyrën e saj të drejtpërdrejtë të folurit, e shikon gjestin me një buzëqeshje ironike dhe papritur I thotë, po rritu edhe pak, se për mua je ende shumë I vogël. Nuk të marr seriozisht, shko merru me Eglin se me mua nuk ke shanse. Banorët përreth qeshin dhe disa fillojnë ta ngacmojnë gjestin, duke e shtyrë të reagojë. Gjesti, I cili nuk e lë veten pas në debat, buzëqesh me ironi dhe I përgjigjet, do me thënë pas kam nevojë të rritem për ty? Pse, moj Ola, ke frikë mos të pëlqej unë? Apo thjesht po mundohesh të më bësh xheloz? Ola qesh me ironi dhe tund kokën, xheloz? Me ty? Jo more jo, ti je akoma fëmijë për mua, nuk më mban dot. Ndaj shko më mirë te Egli, se ndoshta ajo të duron. Të gjithë banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa gjesti tund kokën me një shprehje të sikletshme në fytyrë. A ishte kjo thjesht një batutë e rastësishme, apo Ola apo e vë gjestin në lojë me qëllim? Debati mes tyre vazhdon edhe më tej, me gjestin që përpiqet t'i kthejë batutat Oles, ndërkohë që banorët I shikojnë me kurreshtje. A do të përshkallëzohet ky debat në diçka më serioze, apo është thjesht një lojë mes tyre?